أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndrimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, krijuesit të gjithësisë, mëshiruesit, mëshirbërësit. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet dhe përshëndetjet tona nga zemra janë për më të mirën e gjithë pejgamberisë, pishtarin drejtues, mëshirën e njerëzimit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun madhruar që na bën pasues dhe ndjekës të këtij pejgamberi, pra të Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, dhe të jemi ata të cilët një ditë do ta gëzojmë edhe ndërmjetësimin e tij. Të nderuara motra dhe të nderuar vëllezër, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësit, begatit, dhuntit, mëshira e Zotit në përgjithësi qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi gjithë muslimanët anë mban ku janë. Pasi që jemi në fund të muajit të shenjtë të Ramazanit, këtij muaji të bekuar, muaji të Kur'anit Kerimit, dhe pas angazhimit ton, sakrificës ton që të arrijmë sa më shumë të mira dhe të afrohemi tek Allahu Azza wa Jall me veprat tona, arritëm në fund që një farforme ashtu siç u gëzuam kur erdhi muaji I shenjtë Ramazanit, ishte gëzim për të gjithë dhe zemrat tona ishin të kënaqura dhe të përgatitura fort që të angazhohemi të arrijmë kënaqësinë e Zotit. Arritëm edhe tek fundi I muajit të shenjtë, pra të këtij muaji të bekuar, që Aliu radiallahu anhu thoshte në fillim gëzoheshim kur vinte muaji I shenjtë Ramazanit, dhe se kur vinte fundi I saj, ne shqetësoheshim. Për çka shqetësoheshim? Shqetësoheshim se mos vallë Allahu e ka pranuar për ne apo jo. Andaj një lutje shumë sinqert që pasi që jemi në fund të këtij muaji, lutim Allahun madhruar që të gjitha ato ditë që I kemi agjëruar pra Ramazanit, ato ibadete, ato namaze, leximet Kur'anit Kerimit, namaze nafile, vullnetare që jemi munduar t'i bëjmë sa më shumë, lutim Allahun Gjelle Gjelaluhu që t'i ketë pranuar dhe t'i bën kabull, dhe një ditë inshallah të dalin në regjistrin tonë në ditën e Kiametit dhe të dëshmojnë për ne, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sidomos për agjerimin, agjerimi është dëshmi dhe ai do të dëshmon për agjeruesit. Pra, do të thirr një zë o agjerues dhe ata do të thirren që të hinë në një derë e cila e ka emrin Ar-Rayyan. Shpresojmë që Allahu të na bën nasib këtë. Vëllezër dhe motra të nderuara, pasi që jemi pra në fund, në periudhën e fundit të Ramazanit, periudhë e cila shpresoj që ta kemi arritur titullin e atyre personave të devotshëm. Në fillim sigurisht ligjërata e parë ka qenë e ajetit kuranor, pra objektivi I këtij muaji është ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dhe kjo në fund pjesa e ajetit, pra la'allakum tattaqun, është që në mënyrë që të jeni të devotshëm. Pra, ky titull I personave të devotshëm arrihet sigurisht në fund me ata të cilët Allahu I ka përgëzuar dhe Allahu ja u ka pranuar këto ibadete gjatë këtij muaji. Dhe për këtë Aliu radiallahu anhu thoshte, sikur ta dinim se kujt ja ka pranuar Allahu Azza wa Jall ibadetet e muajit shenjtë Ramazanit, që ne atë ta përgëzojmë, e kujt Allahu nuk ja ka pranuar, atë ta ngushëllojmë.
Lusim Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu na e ketë pranuar edhe agjërimin, edhe veprat tjera, edhe namazet nafile, edhe leximin e Kuranit Kerimit, edhe të gjitha veprave të mira që jena munduar për gjatë këtij muaji ti praktikojmë. Lusim Allahun që ai të ketë pranuar prej nesh. Andaj ky objektiv vëllezër që të jemi persona të devotshëm ka qenë edhe shqetësimi i gjithë sahabëve, po edhe i pejgamberit alayhi salatu sallam që na ka mësuar se ky muaj është ai muaj i cili besimtari arrin qetësinë e shpirtit, arrin një lidhje me Zotin por mes ibadeteve, dhe kjo lidhje padyshim nuk guxon në asnjë formë, në asnjë mënyrë të shkëputet, se në të kundërtën do të jetë një laramani. Për këtë një prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ishte në momentet e fundit të vdekjes, u pyet nga sahabët se çfarë do t'i këshillonte në momentet e fundit. Ai tha: ju këshilloj që mos të bëheni të larëm. Do thotë mos të bëheni ato të cilët ndryshoni në muajin e shenjtë Ramazanit shumë aktiv, musliman të mirë, haxhi të mirë, namazli të mirë, lexues të Kuranit të mirë, edhe pas Ramazanit sërish rikthimi në atë jetën të zakont si para Ramazanit, po ashtu edhe pas Ramazanit. Kjo nuk guxon tek besimtarët të ndodh vëllezër. Andaj edhe një indikator i fortë i cili na tregon ne dhe na bën me dije se vallë Allahu e ka pranuar prej nesh agjerimin edhe ibadetet që i kemi bën gjatë këtij muaji apo jo. Cili është ai indikator? Është pikërisht ajo se si e vazhdojmë jetën pas muajit të shenjtë të Ramazanit. Padyshim se ibadeti jon nuk duhet të përqendrohet vetëm në këtë muaj. Prandaj është një pyetje e cila parashtrohet shpesh edhe tek dietarët islam. Si duhet të jetë, domethënë angazhimi i personit, angazhimi i besimtarit në muajin e shenjtë të Ramazanit? Padyshim duhet të jetë angazhimi i madh. Mirpo, dietarët islam kanë thënë Ramazani për besimtarin fillon pasi të kalon Ramazani. Do të thotë, vëllezër dhe motra, kjo pastërti e shpirtit që u arrit gjatë këtij muaji duhet vazhdon edhe më tutje. Sikurse një shembull praktik, sikurse nënat kur ja veshin rrobat fëmijëve të tyre, ata përveç asaj që i kanë rrobat e pastra, duhet të kujdesen që t'i ruajnë rrobat dhe mos t'i zhytin, mos t'i përllongin dhe mos t'i bëjnë viran. Në këtë aspekt është edhe ky petku i mirë i shpirtit, pastërtia e shpirtit, që një besimtari ka mund të arrijë gjatë muajit të Ramazanit, andaj nuk duhet të zhytet edhe pas si të kalon muaji i shenjtë të Ramazanit. Besimtari duhet të vazhdon me vepra të mira, atë pastërti të shpirtit. Këtu tek pastërtia e shpirtit, ta kemi me dije vëllezër, nuk bëhet fjalë për pastrimin e zemrës të cilët e kena në gjokset tona, por pastrimin e zemrës së shpirtit nga çdo ves i keq, si xhelozia, pra haseti, urrejtja, përgojimi, inati, hidhërimi ndaj besimtarëve. Gjitha këto do thotë duhet të pastron besimtari nga këto cilësi shpirtin e tij, dhe ai shpirt të del domethënë si dëshmi se një ditë para Allahut Azza wa Jall, ai edhe pas Ramazanit, siç ishim aktiv në muajin e shenjtë Ramazanit, ishim musliman të mirë, ishim ata të cilët agjeronin me devotshmëri, ishim ata të cilët dikush punonte, por sakrifikonte deri në atë nivel, saqë pavarësisht punës së rëndë të cilën e zhvillonte brenda ditës, ai nuk ndinte lodhje dhe në fund e pritte me dëshirë dhe me kënaqësi iftarin. Kjo është ajo, ky angazhim i cili ne në këtë muaj edhe mundoheshim të vizitohemi me veti, mundoheshim të japim njëri tjetrit iftar, padyshim që është një sevap i madh. Dhe në këtë rast, krejta këto angazhime nuk duhet të përqendrohen vetëm në muajin e shenjtë të Ramazanit. Kjo duhet të jetë në kontinuitet, në vazhdimsi. Edhe pas Ramazanit, besimtari duhet të vazhdon me vepra të mira, me nafile, me namazet e rregulla, sidomos ata nuk guxon të shpërfillen, nuk guxon në asnjë mënyrë besimtari ti lën namazet obligative që janë, pasi që u mësuam të falemi me xhamat, u mësuam të falemi taravia në muajin e shenjtë Ramazanit. Këto duhet të jenë në vazhdimsi dhe ne duhet të vazhdojmë me këto vepra të mira.
Andaj, ashtu si thash në fillim se jemi në fund të muajit të shenjtë Ramazanit dhe sigurisht neve si besimtar, ashtu si që u gëzuam në fillim, tash filloj me piklohemi, po shkon muaji i Kur'anit, po shkon muaji i bereqetit, po shkon muaji i vllazërisë, po shkon muaji i cili ishte afrim mes vete edhe afrim tek Allahu Azza wa Jall, por se ashtu siç i këshilloi Ebu Bekri me rastin e vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur u mërzitën sahabët shumë, Ebu Bekri tha, ata të cilët besojnë pra që Muhamedi alayhis salam ka qenë pejgamberi i Allahut, ai ka vdekur. Ata që besojnë që Allahu Azza wa Jall është ai i cili nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim dhe i gjallë dhe nuk vdes, Allahu është ai i cili është i përhershëm. Prandaj, kështu në këtë formë edhe është edhe Ramazani. Kush e ka besuar se Allahu Azza wa Jall është një, kush ka arrit atë devotshmërinë, takvan, që ta beson Allahun Azza wa Jall, duhet ta beson si në Ramazan, si pas Ramazanit. Andaj vëllezër dhe motra, ju këshilloj juve dhe vetveten time të jemi në vazhdimsi edhe pas Ramazanit. Ata besimtarë që ishim në fillim të Ramazanit, në mes dhe në fund, e që tash pasi që gjendimi në fund të këtij muaji të shenjtë Ramazanit, e që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka cilësuar si pjesa e tretë, e cila është shpëtim nga zjarmi i xhehenemit. Dhashtë Allahu Azza wa Jall neve, familjarët tonë, ata që kanë vdekur para nesh dhe ata që do të vinë pas nesh, lutim Allahun që Allahu na shpëton nga zjarmi i xhehenemit, e lutim Allahun madhruar që të na udhëzon në ka e mira dhe në asnjë mënyrë të na lejon që ne të devijojmë. E lutim Allahun xhalla xhelalu ve xhalla shanu që gjitha ditët edhe një herë që i kemi agjeruar me gjitha ibadetet që i kemi shoqëruar brenda ditëve, Allahu t'i ketë pranuar dhe sigurisht edhe një këshill të fundit dhe do ta mbarojmë pas agjerimit, pas kalimit të muajit të shenjtë Ramazanit, shoqërojnë edhe 6 ditët e muajit Sheval, që sigurisht në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam cekët se kush i agjeron ato 6 ditë pas muajit të shenjtë Ramazanit, është sikur të ketë agjeruar tër vitin, pra edhe atë duke argumentuar tek ajeti kuranor se kush nga ju vjen me një të mirë tek Allahu, i 10 fishohet, i bëhet 10 fish, andaj 30 ditë apo 29 ose 30 që i kemi agjeruar gjatë muajit të shenjtë Ramazanit me 10 cilësohen, shumëzohen, bëhen 300, edhe ato 6 ditë me nga 10 bëhen 60, muajt hënor janë 360 ditë. E lutim Allahun xhaleshanu që na i ketë pranuar edhe ta konsideron se e kemi agjeruar tër vitin me agjerimin e këtyre ditëve. Vëllezër dhe motra, ju përshëndes nga zemra, lutem për ju që Allahu t'ju begaton me të mira dhe dhashtë Allahu Azza wa Jall të presim edhe shumë Ramazana së bashku, duke e lutur Allahun xhaleshanu që përmes këtyre muajve, përmes këtyre ibadeteve, Allahu Azza wa Jall na pastron nga gjunaat që mund të bëjmë brenda ditës, edhe duke e lutur Allahun xhaleshanu që një ditë të dalim para Allahut fitues, nga ata të cilët do të përgëzohen me xhennet, e Zot na ruaj, jo nga ata të cilët do të përgëzohen me xhehenem. Ju përshëndes nga zemra e ju dëshiroj gjithat mirat. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.